Është një ndjenjë të cilën nuk ke mujt me përjetu në vitin që kam qenë unë, por vazhdimisht e kam përcjellur Shkëndijin. Jam shumë i lumtur që më në fund e arriti atë për të cilën është ndërtu Shkëndija, kështu që shpresojmë që mos ndalemi dhe të vazhdojmë përpara. Ka ndikuar sezoni jot i mirë, pozitiv, mënyra si ju prite, gjithë ambienti dhe përshtypja që ke patur për Shkëndijën në këtë vendim që e more për të rikthyer? Mendoj që e kumblon pas një familje e cila prapse prapë më ka prit me duart hapura dhe kjo pritje besoj që e meriton një shpagim nga ana ime. Beson që herë e parë janë ata pritjet, gjëra, ndoshta pak skepticizëm, megjithëse asnjëherë nuk e patur dyshime edhe herën e parë kur erdhi te Shkëndija, mendon që tash do jetë një histori tjetër, një endrit akoma më produktiv dhe një Shkëndijë që mbase do të jetë akoma më voluminoze? Mendoj që viti parë çdo lojtarit i duhet që të ambientohet në ambientin e ri, por besoj që tani më e di gjithçka që fokusohet Shkëndija dhe jam i gatshëm që të performoj ndoshta edhe një nivel pak më ndryshe.